Ndjes më thon nga regjia kemi Ferdinand Dojnë, një nga avokatët më të njohur të Shqipërisë dhe pjesë e strukturave të larta të dhomës kombëtare të avokatisë dhe zoti Doja, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat që të jepnit një mendim për ngjarjen shumë të rëndë të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ju jeni një jurist i vjetër, një avokat i vjetër, një përfaqësues i drejtësisë, por edhe, siç e thash edhe në fillim, dhe një nga drejtuesit ose përfaqësuesit e strukturave më të larta të dhomës kombëtare të avokatisë. Si e pritët ngjarje? Çfarë ishte kjo ngjarje, avokat? S'mund të them gjë tjetër, por është ngjarja më e rëndë që ka ndodhur në sistemin e drejtësisë. Është ngjarje që nuk ka ndodhur më parë. Nuk kemi një ngjarje të këtë. Edhe nuk mund ta lidh as me ngjarjen e të ndjerit Skerdilajt, sepse në rastin konkret u vu dorë mbi sistemin e drejtësisë. Sa kohë ngjarja ndodhi në sallën e gjykatës, në sallën e gjykimeve, ndërsa rasti i parë ka ndodhur në rrugë. Dhe e gjithë kjo është sepse neve gjyqtarët shteti i trajton në mënyrë të diferencuar. Pse e them këtë? Të gjithë gjyqtarët e gjykatës posaçme janë ka statusin e mbrojtjes, ndërsa gjyqtarët dhe gjykatave të përgjithshme, jurisdiksionit të përgjithshëm, nuk kanë asnjë farë mbrojtje, asnjë lloj mbrojtje. Dhe ndërkohë, këta gjyqtarë i japin dënime kapitale, pra dënime me burgim të përjetshëm. Këta gjyqtarë i japin vendime për prona me vlerë të jashtëzakonshme. Me vlera të jashtëzakonshme, ku gjithmonë ka një palë, e cila është e pakënaqur, mbetet e pakënaqur, me të drejtë, në 99% të rasteve me të drejtë, kështu që këta gjyqtarë janë lënë në mëshirën e fatit. Do nuk i mbron kush, zoti Doja? Absolutisht jo. Dhe një gjyqtar mund ta vrasësh në sallën e gjyqit, por mund ta vrasësh edhe në rrugë, sepse nuk son asnjë lloj mbrojtje. Ndërkohë, shteti i fqinj, Italia, për shembull, gjyqtarët kanë status të veçantë, janë të mbrojtur. Edhe në Itali ka ndodhur në para 10 vjetësh në gjykatën e Milanos, në gjykatën e apelit në Milano, që ndodhi vrasja e gjyqtarit. Por u morën masa drastike dhe në gjykatë nuk futet sot një maj gjilpëre. Po mimo, tani një pyetje më fal ka, zoti Doja, një pyetje kam. Tani ti, sa herë që flasim bashkë neve, jam gjykatën e apelit thua. Tani të kontrollojnë ty aty në gjykatën e apelit? Ja, nuk të kontrollon njeri. Çfarë thua? Aty ka vetëm një skaner, e cila sa herë hymet dalin bën pip, edhe kur hyn nuk është se është skaneri mirë fill, në kuptimin që dorëzot gjitha çelsat e gjitha çake metalike, absolutisht nuk ka kontroll të hollësishëm. Jo në gjykatën e apelit, por në asnjë gjykatë përjashto gjykatën e posaçme. Ti po thua një gjë të jashtëzakonshme, se ne vemi përqep në stadium dhe na heqin monedhat nga portofoli. Në asnjë gjykatë, unë sa po vi nga gjykata e Londrës, e apelit të Londrës, ku isha i ftuar në ceremoninë e marrjes së detyrës si kryetari i gjykatës të apelit të Londrës dhe të Anglisë dhe të Walesit, dhe kur kemi hyrë atje, jam kthyer 3-4 herë veç për shkak sepse ishte një monedhë, ishte një kështu e mbetur në përxhepa, pra ishte një kontroll shumë rigoroz. Do gjykatën tonë të apelit, avokat, gjykatën tonë të apelit nuk kontrollon njeri.
Nuk kontrollon njeri. Po mirë, pse se keni bërë ju shqetësim? Të themi gjëra tamam, mos nuk kontrollon njeri. Jo edhe në asnjë gjykatë. Përjashto gjykatën e posaçme. Po kjo që nga skandal. Avokat, ju e njinit personalisht zotin Astrid Kalaj? E njëja prej vitesh. Si ishte gjyqtari Kalaj? Njeri shumë i mirë, shumë paqësor, njeri që për mendimin tim ishte dhe i drejtë shumë. Në dhënjet e vendimeve ka qenë shumë edhe human, por tamam e ka përdorur drejtësinë, e ka dhënë drejtësinë duke përfshirë humanizmin, duke përfshirë të gjitha. Ju vetë keni përvojë, keni pasur gjyq me të? Kam pasur disa, jo vetëm kur këtu në Tiranë, por edhe kur ka qenë në gjykatën e apelit në Shkodër, edhe kur ka qenë në gjykatën e shkallës parë në Shkodër, kam pasur. Zoti Kalaja ishte nga Shkodra? Nga Shkodra. Po, paka shumë karriera e ti në qofë se ju mund të thoni diçka, si ka qenë? Ai ka qenë gjyqtar në Shkodër, ka qenë gjyqtar në apelin e Shkodrës, dhe pastaj kur u unifikua gjykata e apelit, erdhi në Tiranë. Kur ka ardhur? Në cilin vit ka ardhur në Tiranë? Vitin që u unifikua gjykata, që u bën vetëm një gjykatë apeli, para 2 vjetës. Vjet. Do të thënë, po, zoti Doja, tani ti si pjesë të strukturave të larta të dhomës kombëtare të avokatisë, çfarë do kërkoni tani, se kjo ngjarje nuk është goditur, jo thjesht rendi kushtetues, por këtu është goditur në zemër drejtësia. Është e vërtet. Çfarë do kërkonim? Do kërkonim që të rritet siguria, minimalisht të rritet siguria brenda ambienteve të gjykatës, një. Por, unë do të thosha që edhe gjyqtarët vetë të jenë më të sigurt. Nuk ka siguri ne për gjyqtarët. Sepse gjyqtari mbaron gjyqin me makina, po më këm ikën i vetëm për në shtëpi. Pra, ai që ka mendimin kriminal për të kryer një vepër penale, vrasjen e një gjyqtari mund ta vrasi edhe duke shkuar për shtëpi, edhe në shtëpinë e vet që s'ka asnjë lloj mbrojtje. Gjyqtari është një funksion shumë i lartë që neve nuk e kuptojmë dot si shtet se çfarë është gjyqtari. Çfarë detyre kryen gjyqtari, çfarë vështirësish ka në fakt vetë gjyqtari. Është i privuar nga shumë gjëra, vetë jeta e gjyqtarit. Por sigurin shteti duhet t'ja garantojë.